Këto janë forcat e sigurisë të mbërritura nga Izraeli që kanë marrë në ruajtje stadiumin Elbasan Arena. Agjentët izraeli do të komandojnë të gjitha forcat shqiptare të rendit që do të jenë të pranishme në Elbasan për ndeshjen e futbollit. Prej ditës së mërkurë, gjithë policia e qytetit Elbasanit ka kaluar në shërbim 24 orë. I gjithë perimetri i stadiumit Elbasan Arena ruhet nga kamerat e sigurisë, po kështu edhe lokalet të cilat ndodhen pranë lejohet të ushtrojnë aktivitetin e tyre deri në orën 18. Gjatë zhvillimit të ndeshjes, një helikopter do të patrullojë për të monitoruar dhe lartësitë e pallateve që gjenden pranë stadiumit. Policia e shtetit treguohet e rezervuar për marrjen e masave të sigurisë për transportin e ekipit të Izraelit nga Rinasi në Tiranë e më pas në Elbasan. Por Vision Plus ka mësuar se gjatë udhëtimit të ekipit do të bëhet dhe bllokimi i valve të telefonave celular në zonat caktuara. Për arsye sigurie, FIFA vendosi që ndeshja të kalonte nga stadiumi Loro Boriçi në Elbasan Arena pasi shërbimet sekrete Mossad kishin të dhëna për sulme të mundshme nga pjesëtarë të grupit arrestuar javën e kaluar në Shkodër. Të dhënat u sigurua nga përgjimet që janë bërë 4 personave të prangosur: Ergys Vasliut, Bekim Protopapës, Xhezair Fishtit dhe Medat Hasanit, si dhe personave të tjerë të kapur në Kosovë dhe Maqedoni.